Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun dhe I dërgojmë salavat dhe shumë selame zotriu ton pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të dashur vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare. Meqense se jemi në muajin e madhërisëm të Ramazanit dhe jemi duke folur për një ibadet të veçantë, siç është duaja gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit. Shpeshherë ne jemi ata që I kërkojmë falje Zotit xhaleshanu. Andaj, përmes muajit të madhërisëm të Ramazanit, kemi mundësinë që ne t'i afrohemi Allahut krijuesit ton përmes duave dhe lutjeve tona gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit. Zoti xhaleshanu prej shumë mirësive të shumta të cilat na I ka dhënë, na I ka ofruar edhe një ibadet I veçantë që e kemi në muajin e madhërisëm të Ramazanit, por që në të bëjmë dua, I drejtohemi Allahut krijuesit ton me dua dhe me lutje. Zoti plot fuqishëm në surën Bekare thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." E kur të pyesin ty se ku është Zoti juaj, thuaj se Zoti juaj është afër, ju përgjigjet pyetjes së lutjet. Përderisa Zoti xhaleshanu është afër nesh, atëherë të mos ndalemi, por të bëjmë dua, të bëjmë lutje, sepse Zoti plot fuqishëm I pranon duat edhe lutjet tona. Andaj, ne nuk duhet të marrim duan dhe lutjet tona si dobësi, por të marrim duat dhe lutjet tona si besim tek Zoti xhaleshanu me shpresë se Zoti I madhërisëm do të na I pranon duat edhe lutjet tona. Andaj, ta shfrytëzojmë këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit me ibadet, me namazin ton, por mos të ndalemi ndaj duave dhe lutjeve tona, sepse Zoti xhaleshanu është afër nesh, na I pranon duat edhe lutjet tona. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, I dashuri I profecisë Muhamedi alayhi salam ka thënë: duaja është ibadet, por edhe duaja e agjerusit nuk kthehet mbrapa. Përderisa nuk kthehet mbrapa, duajën të cilën e bën një besimtar, bëje duan në kohë të iftarit. Drejtoje Allahut krijuesit të gjithësisë me lutjet e tua, me qenjen tënde, me forcën tënde. Kërko tek Zoti I plot fuqishëm që Zoti I madhërisëm t'i pranon duat dhe lutjet tua. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një burr ka shku te pejgamberi alayhi salam dhe I ka thënë: "O I dërguari I Allahut, unë nuk po di se si të lutem, nuk po di si të lutem si ti dhe Muadh ibn Xhebeli." Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka thënë: "E si lutesh ti?" Ky sahabi I ka thënë: "Unë I drejtohem Allahut krijuesit të gjithësisë dhe I them: O Zot, ma bën nasib xhenetin." Pejgamberi alayhi salatu wassalam I tha këtij sahabiut: "Pasha Zotin, pasha madhërinë e Zotit, thot rreth këtyre dy fjalëve sillem unë dhe Muadh ibn Xhebeli." Andaj, shfrytëzoje këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, ashtu siç I shfrytëzojnë tregtarët sezonat e tyre në shitblerje, shfrytëzoje edhe ti këtë Ramazan me dua dhe me lutje, e inshallah Zoti xhaleshanu na I pranon ibadetet tona, lutjet tona, mundin ton, por edhe duat të cilët I bëjmë përgjatë gjithë këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit.